Rrjetet sociale si Instagrami, më pas edhe TikToku, që kanë bërë këtë divide-in e madh, këtë ndryshimin e madh, janë rrjetet sociale të bazuara kryesisht ke imazhi. Statistikisht vajzat, gjinia femërore është për konstrukt shoqëror, për prirje gjenetike, çfarë si ka, është më e drejtuar, më e orientuar, sidomos në vitet e preadoleshencës dhe në vitet adoleshenciale, drejt kurimit të imazhit. Pra vajzat, për ta banalizuar, duan të jenë të bukura, duan që të admirohen për bukurinë e tyre dhe për aspektin e tyre estetik, dhe këto platforma e vën këtë gjë nën streseve. Kjo është qendra e algoritmit dhe për këtë arsye janë më të thithura. I përdorin më shumë se sa çunat, se sa meshkujt, dhe për këtë arsye ndjejnë impaktin, krijojnë më shumë varësi dhe ndjejnë impaktin që krijon kjo varësi në mënyrë më të fortë dhe në mënyrë më afatgjatë.